bisedë. Përshëndetje një herë të gjithë ju që na ndiqni në kanalin ton BB News. Dikush mund thot, po ç'ne BB News? Shumica e din, është emër mbiemri im dhe News lajme. Unë sot në fakt do bëj një intervistë ndryshe, jeni mësuar të më shihni me vox pope apo dalje të tilla në terren, qoftë edhe me lajme, por sot kam kënaqësinë dhe nderin e veçantë të kem nënkryetaren e Lëvizja Shqipëria Bëhet dhe një herësh edhe kandidate për deputete në qarkun e Vlorës, Etleva Merko. Përshëndetje. Përshëndetje Bekim dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësia imja. Po ne sot do të bëjmë një intervistë ndryshe. Nuk e duam shumë ata statikun. Jo tikun, statikun. Tikun e duam se duam kryeministër. Do bëhet kryeministër? Pse jo? Prit se hym direkt në temë, shumë interesante kjo. Sa mandate do të merren se e bën një direkt kryeministër? Ne në këtë garë kemi hyrë për të fituar. Që do të thotë? Që do të thotë përgjigjen e morë vetë. Për të fituar ndoshta secila nga janë 140 mandate në lojë, janë 11 parti. Për të fituar mund të marrësh edhe një mandat më shumë se ato të tjerat, por s'është e mjaftueshme për të bërë kryeministër. Ne nisëm me hapa të vegjël, me 21.000 firmat, vazhduam më tej dhe sot zyrtarisht jemi një parti politike që hym dhe garojmë në zgjedhje përballë dy partive të mëdha, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Sa bukur e the përballë, se në fakt unë gatrova pak dhe për pak deshe thoje përbalt. Shiko kjo balta. Cili është qëndrimi i Shqipëria Bëhet dhe Jetlevës për këtë baltën dhe mbi të gjitha është në kohë fushatë? Unë para disa ditësh kam denoncuar pikërisht nga qyteti im i lindjes Delvina një tjetër fushat, më thon asfalt elektoral i fushatës nga Blendi Çuçi që është zyrtarisht ai kandidat në qarkun e Vlorës. Edhe këtu nga liçeni i Tiranës përsëri kemi një incident, mund ta quaj të tillë, në kohë fushate kemi përsëri premtim për asfalt, për rrugën, për restaurimin e liçenit. Dhe çdo gjë në Shqipëri ndodh vetëm para fushatave elektorale. Po mirë, më se 4 vite nuk kanë kohë. Po mirë, ja s'patën kohë, po është mirë apo keq që në fundit po e restaurojnë diçka, po bëjnë diçka? Jam dakord se është në shërbim të komunitetit të qytetarëve, por kjo gjë duhet të jetë gradualisht në çdo ditë, jo vetëm para fushatës elektorale, mendoj. Okej. Tani një herë e nisëm shumë vrullshëm direkt tek politika. Kush është Etleva Merko? Unë jam njëri i thjeshtë që vi nga përditshmëria. Unë e them gjithmonë këtë. Jam e lumtur që jam një mësuese prej 19 vitesh në sistemin arsimor parauniversitar. Një profesion që unë e quaj gjithmonë mision, në shërbim të qytetarëve, në shërbim të ardhmes së vendit, sepse e ardhmja e vendit kuptohet është arsimi. Dhe një nga pikat kryesore ndoshta të programit tuaj, në fakt për të hyrë të së vërtetës janë thuajse gjitha partitë, sidomos të opozitës, e kanë pikë kryesore të programit arsimin. Çfarë do të ndryshojë nga Shqipëria Bëhet apo nga opozita në tërësi që aspiron të vijë në pushtet me arsimin? Deri tani ne kemi dëgjuar premtime pafund për arsimin dhe më së fundi nga kryeministri Rama që deklaroi se do të vinin ato shkollat me orar të zgjatur dhe pjesa e pasdites në funksion të shkollave, por ndodh diçka. Investimi është më i ulët. Si mund të hapësh shkolla kur ti investimin e ke rreth 2.4% për sistemin arsimor? Ne, në 2 vitet e para të mandatit tonë, pretendojmë që të arrisim buxhetin e arsimit me 5% dhe në fund të mandatit të parë me 7%. Kjo i shërben arsimit për restaurimin e shkollave, për ndërtimin e shkollave, konkretisht në Tiranë, në zonën e Astirit që nuk kemi ende asnjë shkollë, të premtuar për shumë vite rresht nga Erion Veliaj dhe nga Edi Rama, kështu që ne do të investojmë në infrastrukturë arsimore, në paga mësuesish, sepse nëse ne marrim pjesën e mësuesve, pagat janë shumë të ulta, edhe pse kryeministri e turmbetoi me të madhe që janë rritur pagat, kjo nuk është e vërtetë. Po mirë. Me qenë se pagat janë shumë të ulta, ju dhe Shqipëria Bëhet, Zoti Lapaj, por edhe çdo përfaqësues tjetër i lëvizjes tuaj, por edhe koalicionit, tashmë flisni që çdo para e fushatës, por edhe e financimit të Shqipëria Bëhet është nëpërmjet donacioneve publike që janë të bëra le themi zyrtare apo publike edhe në faqen tuaj, por nga ana tjetër edhe me vetë financim. Rroga e ulët e mësuesve të del ty si kandidate tashmë të organizosh fushatën tënde?
Unë e thashë në fillim që jam një person shumë modest. Falë Zotit, unë punoj në sistemin arsimor privat, ku pagat janë më të mira se në shtet. Merrni më shumë se Arlin Qorri? Këtë Arlindi ka thonë 1.4 milion paka shumë, diçka e tillë. Këtë mund ta vërtetoni te deklarimi që unë kam bërë i pagës time më së fundi, kështu që mund ta shikoni aty dhe ta verifikoni që unë paguem mirë në pjesën private. Dhe është mjaftueshëm për të bërë fushat. Për një jetë modeste që unë bëj. Për të bërë fushat. Edhe për fushat, po. Sepse ne jemi vetëm një parti që nuk premtojmë gjërat që janë kundër ligjit. Ne sjellim një program i cili vjen në shërbim të qytetarëve dhe është pro ligjit. Nuk thatë edhe gjë tjetër që unë e di. Ndoshta një pjesë e ndjekësve të mi ndoshta e din, por jo të gjithë e din. Teksa folet për veten tuaj, thatë për arsimin, punën tuaj, nuk thatë një fakt që në fakt për mua është shumë i rëndësishëm. Keni shumë vite në politikë, ndonë se jo shumë publike, por ju keni qenë anëtare shumë aktive e Partisë Demokratike, të drejtuar nga Zoti Berisha, më pas nga Zoti Basha dhe së fundmi sërish nga Zoti Berisha. Përse u larguat nga Partia Demokratike? Ky ishte një vendimi imi i cili ndodhi më parë se të niste dhe të isha pjesë e kësaj partie politike ku jam aktualisht. Arsyeja ka qenë sepse politika është thjesht riciklim i të vjetrës e gjithë kohës. U mendua se do të ndryshonte Partia Demokratike, por nuk solli asgjë ndryshe. Janë po të njëjtat figura, vim përsëri me lista të mbyllura dhe te listat e mbyllura po të shikosh, që mos i përmend me emra konkret, janë po të njëjtë person që kanë qenë në mandatin e 4 vjeçarit të parë, kështu që po flasim për një parti demokratike pas largimit tuaj, po flasim para, pse u larguat? Një parti demokratike që gjithkohës nuk ka qenë aq demokratike sa është shfaqur. Sepse të vish me lista të mbyllura, këtu nuk kemi demokraci. Në qoftë se ti vjen me lista të hapura me figura të reja politike dhe promovon figura të reja politike, të rinj politik që janë vërtet shumë të mirë në atë parti politike, unë mendoj se Partia Demokratike do të kishte ecur para dhe nuk do të kishte të rinj që janë larguar prej asaj partie pikërisht për këtë mbyllje që ka bërë gjatë gjithë kohës, nuk i është dhënë mundësia të rinjve. Ka një hatërmbetje, ka një person, po do them në një detaj tjetër, ju ka larguar ju. Do them në një detaj tjetër. Vendimi, unë isha larguar nga Partia Demokratike, kisha gati 2 vite gjysmë, dhe në zgjedhjet e fundit lokale unë nuk kam votuar, nuk u bëra pjesë, sepse unë nuk ndihesha e përfaqësuar. Që do të thotë, mendimi im ndryshe nuk përkonte me të vjetrën. Pra, riciklimi i partive, i figurave politike në të dyja kampet politike, qoftë majtës por dhe djathtas, nuk të jep frymëmarrje, nuk të jep diçka ndryshe. Pa, nuk është pak kundër edhe asaj çfarë proklamon Shqipëria bëhet, le të themi, për nxitjen e qytetarëve për dalë dhe të votuar, kjo që sapo tha që nuk morët pjesë në votime, ndoshta do ishte një lëvizje më e mirë të merrni pjesë por të vini të kryq të gjithëve? Pikërisht sot, çdo shqiptar brenda dhe jashtë trojeve shqiptare ka mundësi të votojë, sepse ka një alternativë politike dhe kjo është nisma Shqipëria bëhet. Nisma Shqipëria bëhet. Prap nuk më dola aty ku doja të bëja edhe një detaj, një ndërhyrje tjetër, që unë jam shumë e lumtur dhe krenare që kam qenë pjesë e fushatës së 21.000 firmave për votën e diasporës dhe gjej rastin të përshëndes të gjithë shqiptarët që ndodhen jashtë trojeve shqiptare për suportin dhe mbështetjen që kanë treguar gjatë gjithë këtyre kohëve për ne. Faleminderit nga zemra gjithë shqiptarëve. Dhe i mirëpres që të votojnë numrin 6. Dhe pse jo në qarkun e Vlorës e t'leva Merkon? Patjetër, e t'leva. Keni thonë që do merrni goxha mandate në Vlorë. E bukur jo pyetja. Kjo pyetja më është bërë para disa ditësh nga një emision live. Ishte pjesa që më drejtoi pyetja nga gazetari sa mandate do të merrni. Dhe unë kam thënë pikërisht të fjalë, 71 pse jo. Që do të thotë, ne hym në një garë, pavarësisht që jemi me këmbë në tokë, për të fituar. Për të fituar. Tani, se 71, se 20, se 15, këtë vendosin qytetarët. Në Vlorë?
Vlora në këto ditë që unë kam qenë, Vlora dhe gjithë Shqipëria, në takimet të përditshme me qytetarët, realisht kemi patur një suport dhe një mbështetje shumë të madhe. Gjë që gjej rastin, ti falenderoj të gjithë shqiptarët. Sa mandate? 7, pse jo? 7 mandate në Vlorë, është një bazë shumë i fortë. Një nga bazet më të forta, 71 Shqipëria bëhet në gjithë Shqipërinë dhe 7 mandate në Vlorë. 7 mandate se në pak, është shumica e mandateve që ka Vlora. Bekim, unë do thoja diçka, po të marrësh listën e qarkut të Vlorës, ti do shikosh që qoftë PD-ja dhe qoftë PS-ja ka njerëz që janë totalisht e ezauruar, dhe po të shikosh atë listën e mbyllur janë xhaketa të vjetra që gjas po do sjellin risi të reja, po nuk kanë çfarë sjellin më, sepse janë ezauruar dhe nuk vinë me një program të ri. I kemi provuar dhe të PD-s, i kemi provuar dhe të PS-s dhe i provojmë në qeverisje, nuk kanë dhënë ndonjë gjë të re, përveç se ato tymnajës dhe fjalë baltosjes konkretisht të partisë së re, më të re, Nisma Shqipëria bëhet, duke na quajtur njerë bastuni i PS-s dhe nga pala tjetër duke na quajtur zogj. Po pra, dhe kjo nuk është e drejtë. Nga bastun në zogj nga njëra anë, por duhet të jemi edhe disi realistë. Partia Socialiste ka Bashkinë e Vlorës, ka shumë. Ne nuk jemi as zogjt dhe as bastujnët, po ne jemi njerëzit që kanë dalë për shqiptarët dhe jemi shqiptarë që duhet të mbështetemi dhe jemi të rinj dhe të reja që duhet nesër të ndryshojmë këtë vend. Po sa janë të rinjtë të reja të Shqipëria bëhet? Sa është lista e antarësimit? Zyrtarisht të regjistruar, të antarësuar në databazin ton janë 6.000 që jetojnë në Shqipëri dhe 6.000 që jetojnë në diasporën shqiptare. Zyrtarisht, por ka dhe mbështetës të tjerë që ende nuk janë antarësuar, por na suportojnë realisht. Ku e keni mendonin mbështetjen më të madhe? Për aq kohë sa edhe mua më rezulton të paktën në këto shifra që thatë ju i bie që mbështetja më e madhe është në diasporë, sepse ndonë në Shqipëri janë le të themi me shifrat zyrtare mbi 2.4 milion qytetarë, nga ana tjetër keni vetëm 6.000 antarë. Ndërkohë në diasporë që janë më pak, ky shiu sot më fazën në pres, më kujton lumin e Vlorës. Përfundimisht nuk mund da shiu dhe nuk mund da i laguri. Kjo është bereqet. Bereqet. Po pra, 71-shi. Se jo. Me shi, isha tjetë me djela të erë, që dalim... Sot qëllimisht, se natë qëllimisht sot për shi. Po të tregojmë, shiko, të tregojmë që ne nuk ka gjë që në ndalon. Kupto, as mua në punën time, po aset leve në punën e saj dhe në rrugtimin brenda Lëvizja Shqipëria bëhet. Tani ka diçka. Çfarë ndodh nëse Shqipëria bëhet, nuk i merr 71 mandate, nuk arrin dot të fitoj as qoftë le themi të dalë partia më apo forca më e votuar. Çfarë ndodh me Levën? Unë do ta vazhdoj rrugtimin që kam nisur, gjithmonë gjërat nuk i kam lënë për gjysmë në jetën time. Kur kam nisur diçka e kam çuar deri në fund. Unë e besoj këtë parti politike, që në ditën e parë që vendosa të behesha pjesë, më duk një mision. Siç unë kam profesionin që e quaj mision, dhe ndryshimi i politikës i Shqipërisë, i fytyrës së Shqipërisë kundrejt Europës, kundrejt gjithçkaje, duhet të ndryshojnë brenda fillimisht dhe pastaj të shfaqet jashtë. Dhe ndryshimi brenda është me figura të reja politike. Duke qenë se edhe ju jeni figurë e re politike, Lëvizja po ashtu është një figurë e re politike, shpresoj të ketë edhe mendësi të re politike. A mendoni që kjo qeveri, qoftë në këto 12 vite, ka bërë diçka mirë? Qoftë edhe qeveria e Tiranës, që flasim, ndoshta zoti Velia, i cili sot ndodhet i arrestuar për hallet e veta. Fakti që gjithë kabineti i kryeministit Rama ndodhet sot në SPAK dhe duke hyrë dhe duke dalë brenda dyreve të SPAK-ut, tregon se sa rezultate, se sa i rëndësishëm ka patur pra qeveria Rama. Mendoni që s'ka asgjë të mirë, asnjë arritje? Si qeveria, thash, qeveria qendrore, që është e drejtuar nga zoti Rama, por edhe qeveria lokale le të themi për Tiranën. Pastaj do të kalojmë edhe tek Vlora. Tani të jemi dhe modest, unë e thash, nuk mund të vjedhësh qytetarin. Ti duhet të investosh tek qytetari, por jo ta vjedhësh. Ta në kaq vite nuk është se kanë investuar dhe ato gjëra që janë bërë, nuk janë bërë me cilësinë që duhej. Kështu që unë mendoj se... Dhe shembulli konkret ishte pjesa e rrugës që është sakatuar tashmë të liçeni edhe një herë brenda pak vitesh. Lev, ç'mendim ke për Adriatik Lapajn? Mendim shumë pozitiv, është një person karizmatik,
i cili nesër mund të jetë kryeministri i Shqipërisë. A është vërtet të paktën në këtë që po flasim bashkë, që ke një lloj besimi të verbër më duket ndaj Lapajt? Jo, nuk është kjo. A e ka karizmën Lapaj për të qenë kryeministër krahasuar me dy figurat kryesore, Berishën dhe Ramën? Fakti që ne në takime të ndryshme qoftë brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë kemi patur njerëz, ndërkohë që ne nuk kemi as vende pune nuk kemi patur, as qeveri nuk kemi patur asgjë. Fakti që mblidhen dhe vinë, na dëgjojnë, na suportojnë, na mbështesin aq shumë njerëz, do të thotë se Adriatiku është person karizmatik. Okej. Karizmatik, mua në, le të themi, atë bot kuptimin tim, më duket që është thjesht një riciklim i politikës së vjetër nga ai. Pse? Dhe këtu do dalë te pyetja tjetër. A nuk mendoni se edhe Lapaj po tenton të bëjë të njëjtën gjë që bën Berisha Rama, pra qëndërzimin e figurës së tij politike dhe shumë pak ka shumë pak figura, le të themi, publike nga Shqipëria bëhet që ta atashohen me publikun dhe që në rast se ndodh që lëvizja Shqipëria bëhet humb dhe nuk arrin do të ketë një rezultat pozitiv, ndoshta mund të marrë edhe vendimin ashtu siç ka ndodhur me partitë e tjera që janë krijuar themeluar si vendos të dorëhiqet. Unë nuk e mendoj që nuk do të kemi rezultat pozitiv. Neve pas 11 majit do të kemi një rezultat goxha pozitiv. Nëse rezultati është negativ, por nëse nuk do të kemi një rezultat pozitiv, antarësia do të kalojmë në zgjedhje dhe antarësia vendos se çfarë duhet të bëhet. Pikërisht, antarësia vendos çfarë duhet të bëhet. Pa e ka Shqipëria bëhet një lider tjetër karizmatik apo një lider që të ketë një karizëm të fortë? Këtë do ta tregoj koha. Do ta tregoj koha. Se sa do të tregoj koha, mbetet për të parë. Le të kalojmë tek Vlora. Po. Cila është ajo që Shqipëria bëhet mendon që është imediate për Vlorën, që duhet ndryshojë në qarkun e Vlorës, po ashtu edhe në Delvin ku ju jeni, Saranda, Delvina. Turizmi. Turizmi ka arritje. Nuk ka arritje. Kryeministri Edi Rama, të paktën për hir të së vërtetës. Po ta shkojmë turizmin. Numrat tregojnë që ka arritje në të gjithë vendin, që janë mbi 10 milion turistë që kanë hyrë në Shqipëri. Se si janë këtu mbetet për të parë. Ne nuk kemi një turizëm cilësor. Nuk kemi një turizëm të shtrirë gjatë gjithë vitit. Pra, kjo është ajo që ne do të bëjmë, një turizëm të shtrirë gjatë gjithë vitit. Pjesa tjetër, ndarja territoriale ka patur goxha problematika, ndërkohë që dëgjoja para disa ditësh Blendi Çuçin, ai që e bëri ndarjen, ishte firmtari i ndarjes territoriale, po diskutonte për një rishikim të kësaj ndarje territoriale. Po, tani, rishikim të ndarjes territoriale. Ju thoni deri në këtë moment që thamë që si duket qeveria s'ka bërë asgjë përveç se gjërave të gabuara apo zgjidhjeve vjedhjes. Konkretisht për ndarjen territoriale, që unë mund të flas pikërisht për qytetin tim të lindjes Delvinën, denoncimi i fundit ka qenë për shkak të ndarjes territoriale, numri i popullsisë është ulur, plus pjesa e qytetarëve që janë larguar nga qyteti nga pamundësia ekonomike dhe për një jetë më të mirë drejt Greqisë ose vendeve të tjera, ka bërë të mundur uljen e popullsisë dhe automatikisht zyra arsimore është mbyllur në qytetin e Delvinës dhe Delvina sot është. Vërtet erdhëm nuk e kishim për shi, për treguar që ne ecim në shi, po na thuaj shiu, ç'ti bëjmë? Tani edhe një herë aty mbyllja e zyrës arsimore tregon që sot Delvina nuk ka një zyrë arsimore, ndërkohë që ne e dimë që Delvina është qyteti i Sulejman Delvinës dhe shumë personazheve të tjerë të rëndësishëm. Spitali. Në spital, spitali është kthyer nga një spital vërtet shumë i rëndësishëm në një qendër urgjence, ku nuk ka as ilaçe dhe është vetëm një doktor. Po të shkosh pjesën e spitalit, të lë për të dëshiruar ndërtesa dhe gjithçka. Kushtet. Tani të japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Vlora nuk ka patur asnjëherë në aeroport. Po bëhet aeroporti. Nga ana tjetër, le themi rruga lidhse Fier apo Levan Fier, Levan Vlorë, është një nga, le themi, rrugët më të mira sot për mua, kam shëtirur gjithandej, për hir të së vërtetës, është një le themi një vepër e mirë, e arritur. Nga ana tjetër, lungëmarrje që po vijon ende të zgjatet nga Vlora
tenton të shkojë, nuk e di ku do të shkojë, inshallah të shkon në Han, sikur thonë ata që vetëm hanën, vetëm ato se kanë zbritur në tokë, se Partia Socialiste i ka bërë të gjitha. Pra, a mendoni që keni gjasa që të arrini të mposhni kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste përkundër këtyre veprave që ato, le të themi për hir të vërtetës, janë vepra madhore, të çosh një aeroport në Vlorë, jep një frymëmarrje të madhe, sidomos për të turizmin. investuara me lekët e qytetarëve shqiptar, sepse Patjetër, nuk po i çdo nxjerrin qeveri nga me ato. xhepi i vet, po i Patjetër, nxjerrin nga buxheti i shtetit pra nga qytetarët. Po pra, po aty Që ka do të patur thotë, edhe qeveri të që do tjera, të ka thotë, patur edhe bashki të tjera, po nuk që do kanë të bërë. thotë, ky investim që mund të ishte bërë para shumë vitesh, ne flasim ende akoma për të marrë qytetin e Sarandës, përtej rrugës që vërtet e ka bërë, por nuk është në cilësinë e duhur, qoftë për infrastrukturën që ka pjesën mbrojtëse gjatë anëve të rrugës, e të tjera sinjalistikën e duhur, e të tjera. Ka premtuar ujë 24 orë në qytetin e Sarandës, ndërkohë që po të vesh në qytetin e Sarandës, ke depozita gjithandej dhe ujë nuk e 24 orë. Do të thënë, jemi në 2025-ën, 24 orë s'kan Tiranë. E ka premtuar vetë Rama. E ka premtuar për turizmin që do të kishte 24 orë ujë, ndërkohë ne në pjesën e sezonit turistik, që është vetëm janë 3 muajt e verës në Sarandë ose në Vlorë, nuk ka raste që nuk ka as drita, nuk ka dhe ujë. Atëherë, të jesh në 2025, të bish ende me premtimin e dritave dhe të ujit dhe të rrugëve është e turpshme. Ndërkohë, premton dhe thot pasaportën evropiane. Si? Kur ti qytetarëve nuk jep drita, ujë dhe vetëm asfalt elektorale Por ka diçka që nën zot paktën po thot të vërtetën. Pasaportën evropiane, thot nuk e japim ne, po na e jep Bashkimi Evropian. Ka thonë që bëjnë këto hapni të dy grup kapitull deri në 2027, në 2030 u mbyll. Pra po thot të vërtetën, po na e japin, nuk po e fitojmë. Atëherë paktën është koshient që s'po e fitojmë. Minimumi. Çfarë ndodh me Tiranën, pavarësisht se ju nuk është se përfaqësoni në mënyrë të drejtë për drejt Tiranën, pasi përfaqësoni elektoratin të rast të qarkut të Vlorës, por ju jetoni në Tiranë. Të paktën në këto kohë. A mendoni që në 9 vite dhe realisht janë 9 vite kaos për pjesën e trafikut. Është e tmerrshme. Ndërtimet, trafiku jo vetëm. Ndërtimet, më thënë, Tirana nuk ka më frymëmarrje. E vetmja frymëmarrje që i ka mbetur dhe po shikoj që dita ditës po e cënojnë dhe po i hynë në pjesë është ky liçeni që shpresoj ta kemi në vazhdimsi se si dihet asnjëherë. A guxoni të flisni me emra oligarkësh ju? Pse jo? Në një ndërtim shumë i madh po bëhet pikërisht pranë zonës së, le të themi, stadiumit që ne njohim Air Albania në pjesën e liçenit. Ishte një hotel, kishte disa kate, por është shndruar në një kompleks të tërë. Flisni dot me emra. Si e shikoni këtë, le të themi, vepër që po ndërtohet? Sa hapën mbyll syt brenda Covidit, ishte situata e Covidit, kur u zgjuam, doli na u hapën syt. Për këtë që duhet të pyesni Erion Velian, që sot ndodhet aty ku është për shkak të këtyre që ka bërë. Cili është qëndrimi i Shqipëria bëhet ndaj Shevqet Kastratit? Që se flas unë për këtë gjë dhe përmend pjesën e rrugës, unë kam qenë një nga protestuesit para se të isha pjesë e nismës Shqipëria bëhet, që kam shkuar dhe kam protestuar aty. Nuk jam më duket si kufi ndarës, dhe unë nuk jam pro kësaj gjëje, realisht. Jam pro kur ka një rrugë tjetër, jo kur jepet mundësia një rrugë tjetër dytësore, që investohet nga qeveria, por që kjo rruga që është ndërtuar, ne dim që është ndërtuar nga taksat tona, nga qeveria, kështu që se do të ishte ndërtuar pikërisht kjo rrugë nga Shevqet Kastrati, nga privati, atëherë do të ishte plotësisht e drejtë për të vendosur traumë me pagesë. Por në momentin që rruga është ndërtuar me taksat e shqiptarëve, mendoj se nuk shkon ai tra aty. A mendoni që është faj i oligarkëve, sepse shumë thonë kundër oligarkëve, le të luftojmë ata? Unë oligarki quaj pushtetarët. Pikërisht, këtë do e thoja. A mendon që është faj oligarkëve në thonjza, apo i këtyre biznesmenëve të suksesshëm që në fundit në disa aspekte japin frymëmarrje biznesit apo jetës ekonomike? Në qoftë se pushteti zbaton ligjshmërinë, unë mendoj se nuk ndodhin gjëra të tilla, incidente të tilla.
Po, ju, le themi Shqipëria Bot, zoti Lapaj ka qenë edhe në protestën e organizuar, le themi, në aksin Thuman Kashar, kundër, le themi, bllokimit apo izolimit të banorëve. Një veprim i drejtë nga ana e zotit Lapaj, po dhe çdo kujt që ka protestuar për lirimin apo frymëmarrjen e atyre banorëve për shkak të asaj rruge. Cilësia e asaj lë për të dëshiruar. Në thuajse në çdo kilometër ke disa ura që nëse nuk je i kujdesshëm ti mund të fluturosh. Prandaj thash zbatueshmëria e lishmërisë, gjë që mungon në Shqipëri për vite me radhë. Nga të dyja kajet politike, kush më pak dhe kush më shumë e ka shkelur pjesën e lishmërisë. Ligji sot është për të varfrin, për qytetarin e thjesht, dhe ndërkohë nuk është për biznesmenin, për pushtetarin. Ne këtu duam të vendosim që ligji të jetë i njëjtë për të gjithë, pavarësisht kush jetë dhe nga vjen. Shqipëria bëhet apo zbëhet sot në këtë kushte në të cilat ndodhet Shqipëria? Përderisa ne trumbetojmë të madhe që Shqipëria bëhet, mendoj se bëhet me qytetarë, me njerëz që duan këtë vend dhe që duan të investojnë në këtë vend. Po, dhe Shqipëria bëhet, me nismë Shqipëria bëhet me numrin 6. Po Tirana bëhet? Edhe Tirana bëhet. A është e aftë çdo qeveri që vjen, le të themi pasardhëse, me një plan urbanistik të duhur, të ribëj? Sa po e the? Si mund të, duhet të shembush të gjitha zëmë, thonë za gjitha pallatet e ndërtuara, duan lekë të dëmshpërblehen. A është e aftë? Ka ndonjë qeveri që mund të vitë që ta bëjë një gjë të tillë? Ne nuk duam që të vim në dëm të qytetarëve dhe nuk duam që të vim dëm e qytetarëve. Ato që janë bërë, janë bërë. Ne do mundohemi që mos të bëhen gjëra të tjera të cilat i marrin frymën kryeqytetit. Sa ndryshe ajo çfarë ka ndodhur në Tiranë nuk zhbëhet dot më. Pra Tirana zbëhet, më kuptoni, Tirana zbëhet. Tirana bëhet. Tirana zbëhet, po e them, por do të bëhet më mirë në zhvillimin e mëtejshëm, thotet Leva. Unë jam skeptik në këtë gjë, për shkak se të paktën nëse i referohemi Tiranës, nuk është në dorën e qeverisë, në pjesën më të madhe, por është në dorën e qeverisë lokale, pra të bashkisë, dhe se sa do të bëhet, se sa do të zhbëhet, to mbetet për tu parë. Leva, do të doja të ndalesha me emra në Partinë Demokratike. Kush mendoni që sot janë barra më e rëndë për Partinë Demokratike? Sepse për hir të së vërtetës ju keni qenë një aktiviste e zëshme, e zellshme në Partinë Demokratike, por që pikërisht ndoshta edhe për shkak të emrave apo për shkak të atyre strukturave dhe gabimeve që janë bërë në këtë forcë politike, ju detyruat të mënjanoheshit, të largoheshit nga Partia Demokratike dhe të prisnit që dilte një lëvizje nga zoti Lapaj, që më pas t'i bashkoheshit dhe duke u larguar përfundimisht nga kjo forcë, pra nga Partia Demokratike. A ka persona që janë një barë e rëndësër për Partinë Demokratike? Pjesa më e madhe atyre që janë sot në listën e mbyllur dhe kanë qenë gjithmonë. Pjesa më e madhe atyre që gjatë kohës në Parlamentin e Shqipërisë kanë ngritur kartonet në favor të kryetarit. Unë dua të Levën e drejt për drejt. Kush janë ata persona që sot për sot janë barra më e rëndë e Partisë Demokratike? Ti mund të thuash vetë sepse Okej, atëherë vazhdojmë me emra. Sali Berisha. Po. Okej, vazhdojmë te numri 2. Unë mendoj se do të ishte e denjë që Sali Berisha të ishte larguar nga politika shqiptare dhe ta kishte lënë garën e lirë për njerëz të rinj në atë parti politike. Vazhdojmë te numri 2. Flamunoka. Po jo. I ka ikur koha. Numri 3. Gazmen Bardhi. Ai ka hyrë nga dritarja. Por është i ri apo i vjetër në Partinë Demokratike? Ka hyrë nga dritarja. Vazhdojmë tek numri 3, se ka shumë numra 3 në Partinë Demokratike. Sepse unë e di që në një parti politike kontributi është shumë i rëndësishëm. Luciano Boçi. Për Luciano gëzoj respekt, por realisht i ka ikur koha, sepse mendoj se duhet vinë figura të reja politike. Dhe ai duhet të ishte një nga ata që të largoj, siç e kanë bërë disa prej tyre. Por mund t'i ketë ikur koha Luciano Boçit apo edhe figurave të tjera, por nuk janë provuar. Luciano Boçi nuk është provuar. Do dalim edhe tek jo, Albana Vokshi atë. Do të kishte ikur valla. Unë kam parë në asnjë parti politike që kryetari i lidhjes së gruas ta kishte si fron perandorit të saj për vite me radhë atë pozicion. Pse ndodh kjo? Unë nuk e di, domethënë. Ju keni qenë në qoftë se ajo nuk do të ishte pjesë e politikës, nuk e di se çfarë do të ishte në jetën e përditshme, si një njeri normal. Çfarë profesioni ka? Luciano Boçi, do të ndalim për shkak se edhe e vlerësuat. A mendoni që mund do duhet të ikte një person që në fakt nuk është provuar?
është një person intelektual, por nuk është provuar, nuk ka qenë asnjëherë në një, le të themi, në formë të drejtë për drejtë që shket ka qenë në parlamentin e Shqipërisë, ka qenë disa mandate, që do të thotë ka qenë në komisione, ka qenë në komisione të ndryshme, ka qenë ndërmjetëzshmit. Ashtu Ina Zhupa, e keni kundërshtare politike në Vlorë, Ina Zhupa, meqense se doni të emra. Edhe Ina nuk është me kontribute në Partinë Demokratike. Erdhi u bë direkte deputet, të themi të vërtetën tani. E njohim shumë mirë historinë e Partisë Demokratike. Por tani nëse do të largojmë gjithë këto që janë, le të themi, bërthama e Partisë Demokratike, pse them bërthama? Ina Zhupa është një nga personat... Nuk e kam dëgjuar asnjëherë të flasë për ndarjen territoriale të qytetit të Delvinës, Sarandës, për problematikat e tyre, për premtimin që Rama bëri për ujë 24 orë, për pjesën e shkollës, pra zyrës arsimore që është mbyllur në qytetin e Delvinës, për spitarin që ka problematika, nuk e kam parë asnjëherë ta dëgjoj në kuvendin e Shqipërisë të ngrej problematika konkrete të qytetarëve që ajo përfaqëson në atë mandat. Por, për hir të vërtetës duhet thonë nga ana tjetër, politikisht është personi që është më i vlerësuar për sa i përket aktivizimit në politikë. Deputetja më e zëshme. Është personi që si shumë të tjerë, futet në listën e mbyllur dhe ka komoditetin e marrjes së mandatit. Tani, lista e mbyllur për bërthamën, thot zoti Berisha. Dhe nga ana tjetër, thot të rinjt, le të garojnë që si figura të pa në thojza të ndotura politikisht, të mund të marrin më shumë mandate, apo vota, qoftë nga votuesi gri, nga i socialist, nga çdo votuesi apo simpatizant i çdo force politike. Nuk mendoni që është një strategji që zoti Berisha e ka ndjekur, pra të marrë nëpërmjet këtyre të papërlyerve më shumë besim. Ai do personat që ka më të besueshëm të ketë brenda parlamentit për kauzat e veta të rëndësishme. Gazmen Bardhi? Personi i besueshëm i Berishës është? I besueshëm është, përderisa bëri atë lëvizjen 360 gradë që bëri. E bëri për të forcuar Partinë Demokratike, për ta bashkuar tha. Për interesat e veta po. Interesante. Interesa gjithandej, do të mësojmë për këto interesat. Dhe ti di më mirë se unë. Bujar Leska për Vlorën, si shikoni? Nuk e di me çfarë ta lidh. Ato e dini ju i dini. Domethënë, unë sa po e thash, si ka mundësi të gjithë ta emra, nuk kanë provuar njëherë, nuk kanë tentuar njëherë të jenë në garë të vërtet. Përse? A kanë patur njëherë garë në jetë ta persona? Pse? Duhet të keni një përgjigje, kush do mund të kontaktoj dhe të marrim përgjigjen. Por nga ana tjetër, zoti Rama, të flasim edhe për atë që është në maxhorancë, pasi zoti Berisha ju ka akuzuar, siç e thatë edhe ju, si një paterice e Ramës, pra opozitës, por nga ana tjetër, zoti Rama ka nxjerrë në Vlorë në listë mbyllur edhe persona shumë të rinj, që janë ndoshta pa kontribute publike apo të zëshme në Partinë Socialiste, por kanë kontribute në atë forcë politike, duke lënë në fushë betejës personalitete si Damian Gjiknuri apo pra persona që kanë një peshë në Partinë Socialiste. E ke vënë re, Rama ka një strategji shumë të rëndësishme. Personat që si duhen më i lë të lirë në fushë betejë. Ata që i duhen për ecurinë në vazhdim, i mban të sigurt. Nuk i duhen apo ndoshta kanë bërë mjaftueshëm që të mund të marrin apo të mbajnë të lidhur votuesin, për shkak se për shembull Të gjithë do ta shikojmë në vazhdimsi. Zgjedhjet do të jenë treguesi më i qartë të gjithçkaje. Nëse Rama fiton sërish në Vlorë. Kjo i takon qytetarëve të qarkut të Vlorës për ta vendosur në datën e 11 majit. Pyetja e fundit. Pse u bashkuat konkretisht në Adriatik Klapaj? Ka patur nisma, thurje, forcat të tjera politika apo le të themi lëvizje të tjera që po ashtu ishin të zëshme dhe ishin antiqeveritare dhe kishin programet e tyre. Mua më pëlqen 4 pikat e programit që ne kishim që në fillim si lëvizje politike. Një nga ato ishte 21.000 firmat për votën e diasporës, që është shumë e rëndësishme dhe sot është zyrtarisht implementuar në zgjedhjet që do të mbahen. E dyta ishte depolitizimi i administratës, që do të thotë, unë para disa vitesh jam hequr familjarisht nga puna. Fillimisht është hequr mami, babi dhe në fund
po tentonin të më hiqnin dhe mua. Për mendimet e ndryshme politike që kisha në atë kohë, pra që isha. Po ndryshe ishi pjesë e Partisë Demokratike. Nuk ishte problem për pjesën që unë jam hequr nga puna pa të drejtë ose familja ime, por është pjesa psikologjike që ka bërë peshë të rënd të dy prindrit e mi realisht. Dhe kjo ka qenë arsye që unë jam shpërngul në Tiranë. Dhe mendoj se duhet që administrata zgjedhore, duhet të shkëputet nga pjesa politike. Ne shikojmë sot edhe fushatat elektorale, konkretisht partia në pushtet, e përdor administratën për takimet politike, gjë që nuk duhet të ndodhi. Edhe pse ndodh, vazhdon, nga të dyja palët politike ka ndodhur dhe po ndodh, unë mendoj se kjo gjë duhet të ndryshoj. Pra depolitizimi i administratës. Një nga pika tjetër ishte referendumi. Unë isha para ca kohësh në protestën e lumit në Kuç të Vlorës dhe banorët kërkonin që lumi mos të merrej. Pra mos të bëhej pjesa e ujësiosit që do ndërtoj aty, sepse nuk e kishte atë kapacitetin për të ndërtuar në atë vend. Nëse ne do të kishim referendumin, ata qytetarë me referendum do të vendosnin për veten e tyre për ujin që ata kanë, të vetmin gjë që ju ka mbetur. Kështu që një nga pikat më të rëndësishme akoma që do doja të ishte sot në politikën shqiptare janë listat e hapura, gjë që ne vim në këto zgjedhje si parti politike me listat e hapura. Okej, më dolet dikush shumë mirë. Pra këto ishin 4 pikat kryesore që mua më pëlqyen dhe më thanë po, e të lefti do jesh pjesë e kësaj lëvizje, sepse nisi si lëvizje dhe pastaj u transformua në një parti politike. Ta nisim tek një pikë më parë, largimi yt nga puna. Kush ju largoi ju nga puna? Ku t'ja atribuoni, le të themi? Ishte Partia Socialiste në bashkëpunim me Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim, që ishte dikur Ilir Meta. A është bashkëpunimi me LSI ndoshta edhe një shtys më shumë që ju larguar nga Partia Demokratike? Po. Si shumë demokratë të tjerë që janë larguar nga ky shkak. A mendoni që Partia Demokratike po shkon edhe drejt një lloj shkrirje me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe çfarë do të thotë kjo për demokratët, si ju që janë larguar, po atë si ju që vijojnë t'i ende në Partinë Demokratike? Unë nuk e kam pëlqyer që në fillim këtë gjë, kështu që mendimi im është jo pozitiv. Kalojmë tek pika e fundit. Thatë listat e hapura. Po, listat e hapura. Shumë dakord. Partia Lëvizja Shqipëria bëhet dhe koalicioni në tërësi Nisma Shqipëria bëhet, kanë vendosur në listat e mbyllura të saj nonën, babaj, motrën, vëllajin, xhaxhain. A nuk ishte Lëvizja Shqipëria bëhet persona të besueshëm të tjerë, sepse e keni justifikuar. Ma besoj që ka pa fund. Po përse pikërisht nonën, babën, xhaxhain, nusën e xhaxhait, hallën, tezën? Ma lër të kthej përgjigje me që se ma drejtove pyetjen. Për t'i treguar politikës së vjetër që ne vendin po ja lëm të rinjve. Që do të thotë ata do të bëjnë ndërheqjen që ne të garojmë në listat e hapura. Pra thonë ndryshe, është një mesazh për politikën e vjetër. Prindrit tuaj do të tregojnë që shiko, ne jemi e vjetra, por aspirojmë për të renë edhe t'i lëmë hapësirë të resë. Pra e gjithë kjo ka qenë si mesazh i koduar për politikën dhe për gjithë qytetarët. A ka shanse që ndoshta ndonjë prej tyre dhe atë në moment të fundit del deputet ai mbas votave që merr, thotë shiko se bëra deputet është problem, ju bëret një pyetje që njerëz të besuar. Gjithë ata që janë aty tek ajo parti politike janë njerëz vërtet të besuar dhe që duan me zemër atë parti, sepse e kanë nisur që në start. Dhe do ta vazhdojmë deri në fund sa ne të realizojmë që Shqipëria të bëhet. Sa dhe pyetja e fundit. Cila është vija e kuqe që keni ju për Adriatik Lapajn, si kryetar i Lëvizjes Shqipëria bëhet, në bashkëpunimin tuaj me ta? Cila është vija e kuqe? Në çfarë sensi? Pra, ka diçka në të cilën ju nuk
e përtypni dot, pra mund të ketë diçka që ka ndodhur kjo qoftë edhe te Partia Demokratike ku ju keni qenë, prej se cilës ju edhe jeni larguar nga Partia Demokratike. Pra a ka diçka që do të bënte të prishte marrëdhënien tuaj me lëvizjen Shqipëria Bëhet dhe me Adriatik Klapaj? Cila është kjo vjekuqe apo kjo gjë që është e pa përtypshme nga ana juaj? Si çdo parti politike vjen me pikat e saj, me programin e saj dhe qoftë Adriatiku dhe qoftë pjesa kryesore që është kryesia e asaj partie, vim së bashku me një ëndër të përbashkët. Dhe për aq kohë që vim me një ëndër të përbashkët, mendoj se do të vazhdojmë me këtë ëndër për të realizuar në përditshmëri, pra për ta bërë konkrete. Kështu që unë nuk mendoj se deri më tash ka një vit të kuqe. Nuk ka një vit të kuqe për nuk ka. Lapaj. Le të vazhdoj Lapaj. Përderisa Lapaj bosh kryeministër i themi kësaj, po mos u bofsh, prapë e leva aty do të jetë, do të vijoj të luftoj me ty, sjellshin ndryshim me 71 mandate, siç thot Etleva, siç keni thënë dhe ju, dhe Etlevës i uroj suksese në Vlorë dhe pse jo që ta kemi në parlament, që unë të kem 3 shoqe nga Vlora në parlament. Një kam nga Partia Demokratike, një kam nga Partia Socialiste, një nga Lëvizja Shqipëria Bëhet dhe për hir të së vërtetës që të treja që unë mund i konsideroj mike edhe le themi mikeshat mijat janë nga qarku i Vlorës. Edhe një herë suksese dhe një thirrje e fundit drejtuar elektoratit tuaj në Vlorë. Do të bëja thirrje të gjithë shqiptarëve, më saktësisht, jo vetëm vlonjatëve, jo vetëm sarandiotëve, jo vetëm delvinjotëve, por gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë. Votoni numrin 6, deri më dje nuk kishit një parti politike që t'ju përfaqësonte. Kishit vetëm të majtën dhe të djathtën. Sot duhet të dilni përtej të majtës dhe të djathtës. Duhet të votoni Nisma Shqipëria Bëhet numrin 6 dhe në qarkun Vlorë Etleva Merko. Faleminderit.